Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit më shpëlotit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës frikësohuni prej Allahut si ata që shpresojnë shpërblimin e tij. Frika ndaj Allahut dhe shpresat e mëshira e tij janë dy shtyllat që e mbajnë zemrën e njeriu të gjallë deri në ditën e gjykimit. Këto të dyja e bëjnë besimtarin të jetë i qëndrueshëm në këtë botë. Ai që ecën vetëm me frikë bie në dëshpërim, dhe ai që ecën vetëm me shpresë bie në pakujdesi. Ndaj Allahu i madhëruar na urdhëron të qëndrojmë mes këtyre dy gjendjeve, ku zemra i afrohet Allahut me përullësi dhe me besim të plot. Allahu i madhëruar thot në Kur'anin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Mos bëni nga tërresa në tokë, pasi ajo është rregulluar. Luteni atë me frikë dhe shpresë, vërtet mëshira e Allahut është pranë mirëbërësve. Ajeti 56 i surës Araf. Ky ajet e shpjegon se frika e pranueshme është frika që nuk e rrëson zemrën, por e ruan atë nga gabimi dhe nga padrejtësia. Ndërsa shpresa që përmendet është besimi i gjallë se Allahu është pranë atyre që bëjnë vepra të mira dhe sillen mirë në këtë botë. Kurani e lidh frikën e vërtet me diturinë dhe me njohjen e Zotit të gjithësisë. Dhe këtë gjë e shohim në Kur'an, ku Zoti i madhëruar thotë se Bismillahirrahmanirrahim, midis robërve të tij, ata i frikësohen më shumë Allahut që kanë më shumë Allahut. Vërtet, Allahu është i plot fuqishëm dhe falës. Ajeti 28 i surës Fatir. Ky ajet të nderuar dëgjues dhe shikues, na tregon se frika e vërtet është frika e njeriut që e njeh Zotin dhe e kupton madhështinë e tij. Kjo frikë nuk është tmerr, por respekt dhe adhurim që lind nga njohja e Allahut dhe nga ndërgjegjja se Allahu xhaleshanhu njeh, sheh dhe na ruan në çdo sekondë të jetës tonë. Allahu i madhëruar na ruan gjithashtu nga dëshpërimi dhe na fton të kemi shpresë të përhershme në ta. Por jo vetëm shpresë, por të kemi dhe dëshirë dhe po ashtu shpresë dhe mëshira e Zotit të gjithësisë. Allahu thot në Kur'an: O robët e mi që e keni tepruar kundër vetvetes, mos u dëshpëroni nga mëshira e Allahut. Allahu fal të gjitha mëkatet, sepse ai është falësi dhe mëshirëploti. Ajeti 53 i surës Zumar. Dhe nga ky ajet tregohet se drita e cila bie në zemrën e besimtarit, drita e cila e jep shpresë asaj zemre, është mëshira e Allahut xhaleshanhu. Është shpresa në këtë mëshirë, është besimi në Allahun xhaleshanhu se çdo gjë do të bëhet mirë dhe se çdo gjë është në dorën e Allahut dhe Allahu atë që premton ja jep robët e tij besimtar. Sepse Allahu premton falje për të gjitha mëkatet në momentin që njeriu kthehet tek Zoti i gjithësisë, i penduar dhe nuk rikthehet në gabimin e tij, atëherë Allahu ja premton faljen dhe ja fshin të gjitha mëkatet dhe i hap derën e mëshirës për çdo siç thamë që kthehet tek ai me një zemër të sinqertë. Megjithatë, zemra nuk duhet të bjerë në vetë kënaqësi vetëm sepse Allahu na e premton faljen, ku thuhet edhe në Kur'anin e shenjtë kjo gjë: O ju që keni besuar, frikësojeni Allahut me frikën që i takon atij dhe mos vdisni posaçërisht duke qenë musliman. Ajeti 102 i surës Ali Imran. Ky ajet e mban besimtarin vigjilent dhe të kujdesshëm. Ai kujton se rruga drejt Allahut kërkon sinqeritet dhe pastërti të vazhdueshme, dhe se njeriu duhet të përpiqet deri në frymën e fundit të tij që të jetë i bitur. Profeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka thënë se
Nëse besimtari do ta dinte se sa e gjerë është mëshira e Allahut, nuk do ta humbiste kur shpresën tek Zoti i gjithësisë. Dhe nëse do ta dinte si është ndëshkimi i Allahut, atëherë nuk do të ndihej i sigurt në asnjë çast të jetës së tij. Këto fjalë na mësojnë se zemra duhet të jetë e balancuar, të ketë frikë që e ruan atë nga gabimet, nga mëkatet e mëdha ose të vogla qofshin ato, dhe të ketë shpresë që të mbajë të gjallë, të fortë dhe të palëkundur në rrugën e kësaj jete. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: frika ndaj Allahut është stolia e zemrave dhe shpresa te mëshira e tij është qetësimi i shpirtit. Ai që friksohet me frikën e duhur, bëhet i butë në zemër dhe i drejtë në sjellje. Ai që shpreson te Allahu i madhëruar, ai njeri bëhet i duruar dhe i vendosur në veprat e mira. Kështu që dy gjendjet ndërtojnë karakterin e besimtarit dhe e ushqejnë shpirtin e tij. Këtë ekuilibër të mrekullueshëm e shpjegon bukur dhe Imam Sadiku paqja qoftë mbi ta, i cili tha: besimtari duhet të jetë gjithmonë midis frikës dhe shpresës. Nëse frika e kalon shpresën, ai bie në dëshpërim, dhe nëse shpresa e kalon frikën, ai bie në pakujdesi. Por, kur të dyja janë të pranishme në zemrën e këtij personi, kjo zemër ecën drejt Zotit me qëndrueshmëri dhe me urtësi të lartë. Allahu i madhëruar thot në Kuranin e shenjtë se: Bismillahirrahmanirrahim. Frikësohuni nga dita kur do të ktheheni tek Allahu. Pastaj, çdo shpirt do të marrë atë që ka fituar dhe askujt nuk do t'i bëhet padrejtësi. Ajeti 281 i surës Bekare. Ky ajet të nderuar dëgjues dhe shikues e bën njeriu të ndërgjegjshëm për pasojat e veprave të tij dhe e mëson se shpërblimi i Allahut është i sigurt për ata që punojnë me drejtësi dhe bëjnë vepra të mira. Ai që friksohet prej Allahut është si ata që shpresojnë shpërblimin e tij, është një njeri i qetë dhe i vendosur në jetën që bën në këtë botë. Ai nuk e humb asnjëherë drejtimin, sepse e di se Zoti i gjithësisë është me të, e shikon dhe e udhëzon në çdo hap që ai hedh në këtë botë. Zemra e tij është e butë dhe e hapur për të mirën, për të bërë të mirë dhe për të larguar të keqen. Ai shmanget padrejtësisë dhe punon me sinqeritet, sepse shpreson veç se në shpërblimin e Allahut, i cili ky shpërblim kurse si nuk humbet. Dhe kur njeriu jeton mes frikës dhe shpresës, ai bëhet i lumtur si në këtë botë dhe është i shpërblyer gjithashtu edhe në botën tjetër. Dhe në mbylljet e emisionit për ditën e sotme të nderuar dëgjues dhe shikues, doja t'ju thoja se zemra e besimtarit i cili qëndron midis shpresës dhe frikës, i cili kërkon udhëzimin e Allahut, gjen gjithmonë qetësinë në këtë jetë, sepse e din se Allahu është i drejtë dhe i mëshirshëm me ta. Kjo është rruga e besimtarëve të sinqertë, dhe kjo është rruga dhe thirrja hyjnore për të cilën flet tema e madhe e ditës së sotme: frikësohuni prej Allahut, si ata që shpresojnë shpërblimin e tij. Në këtë momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju lënë në mbrojtjen dhe ndihmën e Allahut xhaleshanhu, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin mbi ju.